Ura vjetër e Bunës vijon të jetë rrezik serioz për jetën e kalimtarëve. Dëmtimi i bazamentit të Dorrasave është i lartë dhe megjithë riparimet e pjesshme të bëra nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër pak ditë më parë, sërish ato janë të pamjaftueshme. Situata bëhet më e rëndë nga kalimi i mjeteve motorike, të cilat janë një kërcënim i vazhdueshëm si për dëmtimin e Dorrasave, ashtu edhe burim aksidentesh. Qytetarët kërkojnë marrje të masave dhe zgjidhje të kësaj problematike që po u rrezikon jetën. Jo ndamtu, me kujdes duhet me kalu. Shef që kanë bu, lëtë rasa kanë bu. Dëmtimi i madh është, se këshe, motorët e tona. Pra bëgjiret e nuk i bënë si sanë, bëgjiret që bëjma, të shim gjëkum, më falë. Motorët janë të rrezikshëm, kanë peshën e vetë, edhe pesha. Ma kujdes, edhe frikë, djali. 8 mesë në kam pa esi. E shohim që pak riparime janë bërë, por mbetet të dëmtuar, përbën rrezik. Rrezik po si s'përbën. Që më thënë ti shifë më. Tu rrezik me të një kamën e përbira me të qafën. Po problema është ashtu si çohen rrasat. E normal sa problem, po s'kena me ra ne as gjatë shumë. Tash ishto. Ndjeni frikë kur kaloni? Po normal se ka frikë se me të ashtu rrasat bjen kamën te. Për ditë kena problem kur kalojmë, sa dhe këtë riparimin se kanë bërë shumë keq. Se zip se kaloni, shtuton këta thumat prej të zëtë ngullen në biciklet, nga ngullen në kam. Vetë Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër e pranon se në këto dëmtime kanë ndikim mjetet motorike, ku në reagimin e saj bën thirrje qytetarëve për më tepër kujdes për asetet publike, kur ato ruajnë edhe vlera historike dhe arkitekturore. Disa veprime praktike mjaftojnë që të minimizojnë dëmtimin. Lëvizja në këmbë edhe kur jeni me biçikletë dhe kalimi me mjete motorike të bëhet nga ura e re. Tabela e vendosur nga Bashkia Shkodër shërben më shumë si dekor, pasi ajo nuk zbatohet dhe masat e marra në këtë drejtim kanë munguar deri më sot.